për të ullur në tavolinë. Çështja e vendime që merr është çështje tjetër, pastaj nëse po prap për LDK-n, prap për gjithçka që do. Jo një grup 5 veta. Okej. Këtë e kuptuam gjysmë, pra ti je për të ullur në tavolinë, por pastaj të flitet në një konstelacion më të gjerë, të respektohet statutit, të pyetet Këshilli i Përgjithshëm, dhe pastaj të vendoset. Apo i bie kështu? Nga profesion ligjërues lidhjeve të konflikteve që botën, prezantim i parë kur ka problem duhet të ullet të klasë. Okej, Murtezaj, ndroje pak vendin, hiqe nga transmetimi Murtezaj, ndroje pak vendin, do të ketë pyetje, besoj që do ta dëgjoj edhe Matoshin edhe Gashin ose Hoden kush do të ka. Ka kuptim nëse nuk është në transmetim Valoni. Jo, ti nuk je duke pa është duke dëgjuar. Po, Valon të ngotjeta edhe e para, nuk mund mu pajtu që lidha demokratike ka fshit në autokraci, sepse është emancipatore e shoqënisë kosovare dhe për demokraci du mi mjadhon dorën, për demokraci të mbrëmshme, ka gabime, sa dush. Por, sa për demokraci, në LDK nuk është që s'ka demokraci. Kjo që ti reagon publik, unë e mendoj, Valon, që është në strukturat partijake me ngrit zonin aty ku je, edhe mos me leju diçka të tillë. Por, unë e kuptoj që LDK-ja është në krizë. Dhe kur është LDK-ja në krizë, është vendi, në Kosova në krizë. Dhe kriza presupozon zhvillim, dalje për tej. Kriza nuk është blokim. Blokim është mungesa e zonit kundër, si që është i ytin këtë ras. Dhe unë këtu pajtohem, do mund që i është e drejt, absolute, jotja me mendu ndryshe, jo në resht. Por, me dy çështje nuk pajtohena. E para, mendoj që e ki gabim kërë thu 111 deputet, sepse Kuvendi i Republikës i ka 120 deputet. 120, Una? 120, tha. Mu do që tha 111, kërkoj falje në sosh. Kështu? Edhe e dyta, se di Valon apo e kuptoni që kjo blof, sepse Albin Kuti nuk e ka ndërmen me i dhonë Kosovës, as Kuvend, as qeveri, për shkon zgjedhjet të reja, tja zakonshme. Apo dëgjoj? Po dëgjojnë, ti e dëgjove Matoshin. Po, pa tjetër. E para, 128. Jo, se kemi mirë zërin. Nuk e kemi... Provo me fjalit shkurta se është problem, Valon, është duke tik zëri. Ose a e bëjmë edhe njerë lidhjen, a përpiqen edhe njerë lidhjen ta bëni nga regjia. Shkyqe edhe njerë ta kemi lidhjen. Kjo proteste... Shkyqe regjia kontrolloja është mirë, fute brenda, se gjysmë pastaj mund të keq kuptohet gjithçka. Si duket protesta e Murtezajt? Parimore, kjo tregon për kundrazi, kjo tregon që me gjithat ka shkëndija të demokracisë brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Gjësa ka të drejtë dhe gjësa i shprej paknaqësitë dhe bindjet të cilat zoti Murtezaj ka shprej që moti një kohë tani. Domthon edhe me atë protestën e tij brenda mbledhjes së Këshillit, ku nuk e lanë me fol, po zoti Murtezaj tani është bë, ta themi kështu, një fraksion i mendimit ndryshe brenda LDK-s. Një mendimi alternativ kundrejt asaj. Fraksion s'ka të mendimit, fraksion ka praktik. Po dhe praktik. Që s'ka praksionin, praktik. Po, Njerë të guzim shumë dinë edhe fraksion me ndërtu. Domethënë kjo është e tillë. Kjo për kundrazi, çka po bën zoti Murtezaj nuk i bën dëm, edhe pse një pjesë e tillë mund ta perceptojnë brenda tani strukturës së establishmentit të udhëheqës në LDK, mund ta shohin si të tillë, fatkeqësisht nuk janë imun asnjë parti politike, kush më shumë e kush më pak në Kosovë, ndaj e mendimit ndryshe, nga cili do nivel, qoftë Këshilli i Përgjithshëm, qoftë kryesia apo qoftë anëtarë të thjesht të partisë, kur ata kanë pakënaqësi në çysh po udhëheqet partia, programi, apo edhe në kësi situata vendimet të cilat në fakt duhet të jenë me statut, siç thotë zoti Murtezaj, e që qëndron të jenë me një
konstelacion ma gjon, të bisedohet edhe të ullet në tavolina, qoftë edhe për kryuar, apo qoftë edhe për të refuzuar koalicione, para se shkohet me loj fjalesh në qeveri tranzicionale unitetit kalimtar nacional. Okej, kam përshtypje që është e treta e vërteta, do përpiqemi tani ta kemi.